Prokuroria e Përgjithshme njoftoi të martën se përfundoi verifikimin e gjyqtares së gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar Irena Gjoka, lidhur me deklarimet e saj në formularin e vetdeklarimit të datës 22 prill të vitit 2016. Prokuroria thotë se procesi u regjistrua më 8 maj të vitit 2024 në sektorin e dekriminalizimit të prokurorisë, pas kërkesës së Komisionit të Zhvillimit të Karrierës në Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe pretendimeve se Irena Gjoka kishte fshehur probleme nga e kaluara në shtetin grek. Burimet nga prokuroria bëjnë të ditur se pas verifikimeve të kryera për gjyqtaren, dokumenti që është publikuar ka rezultuar autentik. Po të njëjtat burime saktësojnë se gjyqtarja ka qenë dënuar në Greqi dhe e ka fshirur këtë fakt në deklarime. Prokuroria e Përgjithshme ja përcolli materialet e verifikimeve të kryera KLG-s, e cila do të marrë një vendim përfundimtar në lidhje me gjyqtaren. Ishin pretendimet e ish-kryeministit Sali Berisha, i cili disa herë deklaroi se gjyqtarja ishte dënuar nga autoritetet greke dhe nuk e kishte deklaruar këtë në formular, duke përfshirë një incident të datës 24 dhjetor të vitit 2002 në pikën kufitare të Kakavijës, ku sipas tij gjyqtarja u kap me dokumente udhëtimi të falsifikuara. Ndërkohë, SPAK po zhvillon hetime për këtë rast në një procedim penal pa emër, ku i pyetur për çështjen, tha se çështja është në fazën e hetimeve paraprake dhe se veprimet hetimore që kryen në fazën e hetimit paraprak përbëjnë sekret hetimor. Gjithashtu, SPAK shtoi se nuk mund të bëhen me dije veprimet hetimore apo rezultatet e tyre.